Që ndosë ma nisnis keni qenë shumë. Sonte kemi nisnin dhe sharë nisnisit. Si ka qenë pritja në odat e nisnisit edhe cila ka qenë ajo ndjenja me këndu në odat e nisnisit? Po, na vetë folë, me të vërtet, kemi qenë për shumë trojt, gati gjithë ka trojt qëtare. Si do mas luftë edhe Shqipënie, Macedonia, dhejna, po nisnis është pak pritja me veçantë. Jo që e kem na edhe burimin për aty, po sare që jemi shku nisnis, gjithmonë ka qenë pritja me prit për para se me dalë për bara me prit. Kur e kem kry dasmen, kanë përcjellë dhe dalë prapë kanë përcjellë, kanë përlideru, muhabeti ka qenë maksimum pritja shumë e mirë. Edhe ma çdo kohë zakonisht e kanë marrë fjalën blest, e kanë komentu, kështu që nuk pa mërmene që kemi kalu kun ma mirë se sa dasma nisnis. Këtë ndjenë e ndaj e dhone, përnda ta bona pyetjen sepse me të vërtet nisnisi ka qenë edhe pe nisnisi ndoshta deti uniku, mos të him në hak të reva tjera, por po flas ashtu jo për ty, po për veti, vërtet aty ka qenë një pritje tamam tipike dugazhinase. Me tradita po flasim, gjithmonë që nrujt e shdesa, por rrugën ende. Ashtu.